Gjatë emisionit do lidhemi dhe me Flogert Muçën, gazetari i cili ndodhet në Hag, prej disa ditësh po ndjek procesin atje. Shumë faleminderit gjithëve që jeni këtu dhe gëzuar. Gëzuar juve, gëzuar dhe gjithë shqiptarëve, atyre që janë Shqipëri dhe shqiptarëve të Kosovës. Milaim, ta nis me ty, meqense ndoshta mund të rish më pak me ne se sa të tjerët. Deri në ora 10 më kem dispozicion. Kam dispozicion. Shumë faleminderit, po e nis me ty. Si ishte dita për ty sot në Prishtinë, Milaim? Ishte ditë feste apo revolte? Pra ku rreshtove sot personalisht? Tek ata që festuan 18 vjetorin e pavarësisë apo tek ata që protestuan për liderët e UÇK-s? Tani, sot realisht Kosovës dhe gjithë shqiptarëve, kombit shqiptari kanë ndodhur ato dasmat pa dhëndër, kur ti organizon një dasëm edhe pa prit mas merr një lajm se ka vdek dhëndri. Ne ata dhëndurët e lirisë sot i kemi të burgosur dhe ishim një dasëm, domethënë pa njerëzit kryesor që kanë dhënë një kontribut të jashtëzakonshëm për lirinë e Kosovës. Dëshiroj të them që në fillim, se për dallim prej shumicës të kolegëve të mi, analistë e opinionistë, unë personalisht kam pas në të kaluaren, kam sonte dhe do të kem nesër kritika të ashpra drejtuar qeverisë të Kosovës dhe qeverisë të Shqipërisë, që qeveria e Kosovës nuk ka bërë asgjë që 5 vite për të ndihmu njerëzit e akuzuar padrejtësisht në Hag. Milaim, jo, thjesht nuk dua të ndërpres, po i paraprive një pyetje që e kisha për ty pak më vonë. Sa ka bërë udhëheqja e Shqipërisë dhe e Kosovës? Sot dëgjuam kryeministrin në një bisedë të tij me Hashim Thaçin që thoshte kaq pata mundësi të bëja, do të ndjes që s'mund të bëja dot më shumë. Pse thua s'kan bërë mjaftueshëm? Jo mjaftueshëm, po ajo që thot kryeministri Rama nuk është fare vërtet. Ajo që tha kryeministri Rama dje, besoj që kolegu dhe miku im Ardian Krasniqi do ta dëshmojë këtë që po e them, ishte një hipokrizi e pa përshkruar dje në promovimin e një libri ku Edi Rama, pa pikën e turpit, tha që presidentja Vjosa Osmani ka qenë target i gjykatës speciale, i prokurorisë speciale për 2 vite, që gjasme prokuroria ka tentuar të hyjë dhe të dhënoj zyrat e presidentes Vjosa Osmani. Nuk është e vërtet kjo? Po? Nuk është e vërtet se nuk pati ndonjë përgënjeshtrim? Kjo është shumë e vërtet për atë pjesën e hajvanatit që i flet Edi Rama dhe Albin Kurti, por kjo nuk është e vërtet për asnjë intelektual, për asnjë njeri të thjeshtë që ka memorje shumë të vockel, dhe që e rikujton thirrjen e presidentes Vjosa Osmani, e cila i bëri thirrje AKY-s dhe prokurorëve e hetuesve të gjykatës speciale që të futeshin në zyrën e saj dhe të merrnin të gjitha dokumentat nga kasaforta e presidentit Thaçi, dokumentat të cilat i përkisnin vetëm shtetit Kosovës, as kujt tjetër. Po të kishte një dokument kompromitues në atë kasafort, presidenti Thaçi do ta eliminonte, do ta largonte, sepse ai është dorëzuar vullnetarisht. Prandaj, në vend që Edi Rama të vinte në Prishtinë dhe të thoshte që unë kërkoj falje publike para kombit shqiptar, që kam ardhur me helikopter dhe kam ushtruar trysni, e kam bërë presion ndaj Kosovës që të themelojë gjykata speciale, në vend që ai ta thoshte të vërtetën që Vjosa Osmani për 5 vite edhe në fjalimet e saja në përvjetorin e pavarësisë, bashkë me Albin Kurtin, kur nuk e kanë përmend emrin e Hashim Thaçit, ai erdhi dhe e gajtuti një gënjeshtër të pacip, shumë të madhe, dhe tha që Vjosa Osmani pas ka qenë target i gjykatës speciale. Kjo për mua është e neveritshme dhe po e përfundoj fjalën. Jo, pse duhet ta ketë bërë këtë? Të pyete Ramen, kush është qëllimi? Pastaj fillojnë të teoritë e konspiracionit, se ne jemi nana dhe baba e teorive të konspiracionit. Pse e ka bërë, kush e ka shty, kush i tha me bon, çfarë presioni ka. Por unë vetëm një pyetje po e bëj. Si ka mundësi që në vitin 1999, qeveria shqiptare edhe presidenti Shqipërisë
Recep Mejdani ishin në krye të detyres dhe mblodhen rreth vete këshilltarët më të shquar, ekipe të specializuara deri në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, shqiptar të zot, ndërsa qeveria e Edi Ramës nuk arriti të formoj një grup të juristëve të famshëm, kombëtar dhe ndërkombëtar, që të ndihmonin procesin e Hagës, që të demantonin të gjitha ato fabrikimet, të gjitha ato prova të rrajshme dhe kështu do të ndihmoshin të akuzuarit në Hagë. Me fjalime, me atë jo vlla, jo fola, jo mdhimesh, dëgjoj, thaqit duhet të dhimbset familja vet, e familja duhet të shpreh dëshuri, ndërsa ne të tjerët me aq sa mundemi e kemi pas detyrë dhe e kemi të shprehim kujdes dhe ndihmë juridike, ndihmë përmes të grumbullimit të fondeve për të paguar avokatët e tyre, gjë që s'ka ndodhur as andej as këndej. Pse Mileim, nuk po e paguan shteti i Kosovës avokatët të gjithë shpenzimet e gjyqit në Hagë për liderët e UÇK-s? Jo që nuk po i paguan, po madje edhe janë tallë e i kanë nxjerr publikisht gjasme se sa para janë dhënë për avokat atje, që gjysma nuk janë pagu fare, një pjesë e madhe avokatëve janë tërheq nga mbrojtja e tjera e tjera. Ne nuk e ndoqim shembullin e Kroacisë, ku mbrojt Gotovina me gjithë herojt kroat, por as të Serbisë që mbrojti kasapin e Ballkanit, Miloševićin, Mladićin e gjithë. Ne, do me thonë, dy gjëra i kemi bërë. Po të futesh në rrjete sociale, ke një mëllef, një urrejtje, një retorik aq fashiste nga shqipfolësit, nga nostalgjikt e Serbisë dhe të Jugosllavisë, për cilën Gjon kam folë dhe Ardioni të kujtohet kur unë në vitin 2000 e kam thonë në një tubim në Grand Hotel para 300 kolegëve gazetarë në 2000, pra para 26 viteve, do të vijë një ditë që ai i cili nuk ka qenë spion i Serbisë ose fëmijë i spionit ka për t'i ardhur turp me pi kafe në Prishtinë. Dhe erdhi kjo ditë, shikoni rrjetet sociale, kush shahet, kush fyhet, kush përsekutohet, të gjithë ne që kemi qenë luftë. Ne që kemi qenë pjesë e luftës, në vend që të përkulen njerëzit, ata na shajnë. Kush e ka frymzuar këtë, zoti Zeka? Kush e ka frymzuar këtë, pra? Për ta ndihmu, e kanë ndihmu për fatin e keq, shumë e kanë ndihmu, edhe këta që janë Hagë, ama për ta nxit e për ta vlu atë kazanin e rrjeteve sociale dhe kazanin mediatik që e qunë Edi Rama, që është arkitekt i këtij kazani, realisht e ka bo i madhi Albin Kurti me Vjosa Osmanin. Albin Kurti kur, njetën e vetë, një lap që 6 vite në pushtet, nuk e ka folë për ata në Hagë. Njëherë të vetë nuk e ka përmen emrin as Hashim Thaçit, as Kadri Veselit, as të Recep Selimit e të Jakub Krasniqit. Recep Selimi është kryetar i grupit parlamentar të vetëvendosjes. Dhe ky kur nuk e ka përmen. Dhe po e mbyll pjesën e parë, se u zgjata dhe kërkoj padje. Jo, s'ka problem, kam dhe një pyetje të fundit, pastaj do shkoj te paneli, patjetër. Kur s'kam folë ma gjatë. Shikoni, Albin Kurti është nana dhe baba Italiës të shqiptarëve, sepse ai vetë ka thonë këta janë analfabet funksional, pastaj na ka thonë hajvanat që ka të drejtë shumë edhe për parën edhe të dytën, dhe kur kam pyet gazetarët pse s'shkon ti në Hagë, a di çka ka thonë kryeministri i vendit tim, unë nuk shkoj në Hagë sepse duhet me mu shumë formularë. Kjo ka qenë përgjigja. E kuptoj. Domethënë nuk pas ka sistem me i mush formularët, po ka thonë s'po shkoj se duhet, është procedurë, s'du me i mush formularët. Mirë, e kuptoj revoltën tënde për... Mirë, as pak, as që jam fare i revoltumë, unë visë po e thamë të vërtetën edhe realitetin që ka ndosur, s'jam i revoltumë, se me ka i revoltumë, populli po e dënë qështu. Ky popull e ka dasht Jugoslavin, ky popull e ka dasht shumë pak lirin, ne prej 6 milion shqiptarve andej e këndej kemi qenë vetëm 16.000 luftarë të ushtrisë çlirimtare të Kosovës,
pak burra ka posi ndricara i kavajës e Tahir Sinani i Tropojës, do me thonë që ta dalin bili, në habitëm si nuk ju vjen turp, ta që janë të moshës madhore. Pse? Si mujnë Për çfarë duhet kënë turp? Që ju vjen turp, kur ti në momentin e lirisë të Kosovës nuk e arriti përgjigjesh atë dhe u thamë, me ardhë me luftu pse vlla del, të paktën nuk shprej respekt për ata që kanë luftu. Këta edhe kanë ikë nga lufta, edhe nuk janë këty në luft, edhe po na çojnë. Jo spion, jo tradhtar, kjo është krejt, do me thonë, pra paskena ose propaganda e Serbisë dhe Rusisë, përmes shqiptarëve. Milaim, të bëj dhe një pyetje para se të ndalem tek paneli, se do e diskutojmë edhe këtë që sa po the ti. Tani, solidarizimi sot ishte i madh. Po, realisht, a mund të ndikoj një mobilizim popullor në vendimin e gjykatës Hagës dhe ka dhe një ndjesi që qarkullon, që lirin që e fitua me gjak, po e humbim në Hagë. A mendon se gjykata e Hagës mund ta njollos luftën çlirimtare? Për ta njollos po, për ta humbur jo, për të ndihmu protestat edhe njëherë fatkeqësisht. Po e them fatkeqësisht që duhet ta them mendimin, t'jemi sinqert para Zotit edhe para teje, edhe 3 milion shqiptar me u qunë kam nuk e ndihmojnë procesin e Hagës. Sepse